Përshëndetje, jemi edhe një herë këtu, domethënë me fjala më të thjeshtë dhe më të shkurtër, dua të siguroj njerëzit, domethënë që dhëmbët dhe dhëmballët e Edisonit, 36 dhëmbë do vehen, ka pasur 2 komplikacione të vogla, por po punohet. Unë në këtë momente po flas në emër të dentistit Altin Gjusi, sepse në këtë momente është në zënë e pacienten, por problemi ku i them vetëm kaq. Unë e kam bërë për zemër dhe me zemër do ta përfundoj deri në fund. Jam shumë e kënaqur se kam bashkëpunim shumë të plot me profesoresën Dori Xhaferaj, që po merret me integrimin e djalit dhe kam bashkëpunim shumë të madh me Lindita Hoxha, me psikologën. Dhe shpresoj që të kemi bashkëpunim dhe më të madh me Bashkinë e Durrësit na përgjigjet dhe me prefekturën brenda mundësive dhe shpresoj që ky gjendje të reagojë më së miri. Në këtë moment e jap fjalën me dashamirësi më të madhe profesoresës Dori Xhaferaj. Atëherë, çfarë thua më përpara për Edisonin? Edisoni meriton çdo lloj gjëje. Domethënë unë jam nisur thjesht nga një thirrje që bëri Ilda para ca kohësh për ta ndihmuar për aq sa kemi në dorë dhe të japim kontributin tonë gjithë secili. Problemi me Edisonin është shumë i madh. Kanë një nevojë të madhe për një trajtim psikologjik, të ndiqet nga psikolog Mirfield, ka nevojë për të shkruar, për të mësuar etj, por gjithë problemi i Edisonit është që Edisoni pasi punon me ne, kthehet prapë në habitatin e vet. Dhe nuk është i saktë dhe nuk është gjëja e duhur për Edisonin, sepse Edisoni siç e merr do të dështoj punën mbas dite kur të shkojë atje. Pra kthehet prapë në gjendjen 0, nuk arrin dot që të mësoj dhe nuk arrin dot të fiksoj gjërat që ai bën me mua në klasë. Pra është shumë e rëndësishme që Edisoni të shkëputet nga ambienti ku jeton dhe të merret specifikisht nuk e di, mund të merret një institucion, mund të merret dikush që i lind në zemër të japi një ambient që Edisoni të qëndrojë etj. Por për mua është shumë e vështirë që Edisoni të punojë dhe të kthehet prapë atje ku jeton, sepse nuk është e pamundur, domethënë është e pamundur çdo gjë dështon. Edhe pse po flasim, domethënë ne flas me përzemërsisht më të madhe për gjithë ndihmën që ta kanë pasur mundësi shqiptarët e diasporës kanë ndihmuar jashtëmase. Më vjen keq faktikisht se gjithë lekët, domethënë ne kemi me ricevuta çdo gjë të konfirmuar, por lekët kanë shkuar direkt te shtëpia e Edisonit. Por lindja pyet, a do investojnë këto, domethënë për mirëqenien e Edisonit dhe të vllait Arturit që është 100% invalid? Në këtë moment ju le fjalën e Lindita Hoxhaj, psikologës. Përshëndetje. Unë do shkojm kauzës së Ildës e respektoj në maksimum që mori përsipër rehabilitimin e Edisonit. Dhe shkojm 100% dhe do ta ndihmoj në të gjitha rastet. Flas për pjesën e se Edisoni, do flasim çik për strehimin. Është qytetar i Durrësit, duhet të shkojë atje të regjistrohet, të marrim një ambient nga Bashkia e Durrësit dhe pastaj të gjithë ne do kontribuojmë, edhe unë personalisht dhe zonja në fjalë dhe Ilda dhe gjithë shqiptarët kudo që janë me çfarëdo gjë që munden. Në të gjitha rastet jemi pranë ti, por edhe për pjesën e gjyqësorit deri më tashmë pse Edisoni ndodhet në ato situata në videot që ne kemi parë për gjithë vitin, gjithë shqiptarët kudo që janë e kanë ndihmuar. Këto të ardhurat nuk e dim ku kanë shkuar. Megjithatë nuk do merrem këtë pjesë, nga sot e tuti do merrem me pjesën e rehabilitimit të tij. Të vej dhëmbët, të filloj të mësoj në shkollë, qoftë edhe cikli ulët, pse jo deri dhe në 9 vjeçare të mësoj shkrim këndim, por pjesa më e madhe tashmë i takon bashkisë për rehabilitimin e tij, strehimin dhe punësimin për hapa të mëtejshme. Unë gjithmonë jam disponibël dhe krah Edisonit. Faleminderit Ilda, të respektoj jashtë masës. Unë ju falenderoj të gjithëve, por dua të ju shpjegoj edhe diçka shumë të mirë. Në qoftë se shteti, kompetentët nuk më përgjigjen, mund t'ju prezantoj shumë shpejt shoqatën që unë jam bashkëngjitur dhe besoj tek shoqat që quhet Dolori. Në qoftë se kartat dhe letrat do përgjigjen siç duhet, mund të bashkëpunojmë për këtë shoqatë të ngrenë dhe për emrin e Edisonit dhe për shumë Edisona të tjerë që Shqipëria ka nevojë. Ju faleminderit. Gjithashtu edhe pjesa e gjyqësorit